Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Të gjithë hani qep, por askush nuk e di se çfarë i ndodh zemrës dhe diabetit tuaj. Ndërperimet më të përdorura në kuzhinë janë sigurisht qepët, të cilat, megjithatë nëse konsumohen me tepritësi dhe vazhdimisht të papërpunuara, munden që të shkaktojnë disa efekte anësore të bezdishme, duke përfshirë alergjitë e ushqimit dhe urthin. Efektet anësore. Këto janë efektet anësore kryesore të konsumit të tepërt të qepëve. Era e keqe e gojës. Era e keqe e gojës është një nga problemet më të njohura e cila lidhet me konsumin e qepëve. Reaksionet alergjike. Qepa mund të rrisë reaksionet alergjike ndaj luleve dhe sigurisht familjes të cilët i përkasin së bashku me hudrat, shpargujt dhe preshin. Urthi. Konsumimi i tepërt i qepëve mundet që të shkaktojë urth dhe refluks gastrik. Njerëzit të cilët kanë një zorë të shëndetshme apo veçanërisht të ndjeshme duhet që ta shmangin qepën ose të paktën të kufizojnë konsumin e tyre. Djegja e syve. Ky efekt është për shkak të metabolitit të sjufurit që gjendet brenda tek qepa, i cili lirohet kur muret e saj qelizore mund të thyhen. Metaboliti i sjufurit arrin në sy duke shkaktuar irritim dhe lodhë. Megjithatë, mund ta rregulloni këtë duke përdorur një thik shumë të mprehtë ose duke gjetur një mënyrë tjetër për të prerë qepët. Zorrët e irrituara. Ushqimi më i vështirë për t'u tretur mundet që të çojë në sindromën e zorrës së irrituar. Qepët i përkasin grupit të ushqimeve të quajtura me akronimin FODMAPs, pra përmbajnë një grup molekulash problematike përgjegjëse për reduktimin e përthithjes së ujit në trup. Hidratet e karbonit. Kjo është arsyeja pse nëse konsumohet në sasi të mëdha, qepa mundet që të shkaktojë ose edhe të përkeqësojë simptomat e zorrës së irrituar. Qepa është disi e sigurt kur merret nga goja dhe në sasi të gjendura zakonisht tek ushqimet ose kur aplikohet ekstrakti i qepës në lëkurë. Ekstrakti i qepës është ndoshta i sigurt për shumicën e njerëzve kur ai konsumohet si ushqim. Përdorimi rreth 400 mg ekstrakt sheke për 6 javë është gjithashtu i sigurt. Disa nga efektet anësore të qepës mund të jenë irritimi i lëkurës ose ekzema pas një kontakti të qepës me lëkurën dhe gjithashtu lotimi i syve kur janë të ekspozuar ndaj erës së qepës dhe dhimbja e stomakut pas konsumimit të saj. Këto janë masat paraprake dhe paralajmërimet. Gratë shtatzëna dhe ushqyerja e fëmijëve me gjy. Nuk kam mjaftueshëm informacione të brendshme rreth sigurisë të konsumit të qepës si ilaç në qoftë se jeni shtatzën apo po ushqeni fëmijën tuaj me gjy. Qëndroni në anën e sigurt të konsumit dhe shmangni konsumin e qepës në sasi tepër të mëdha. Çrregullimet e gjakut. Qepa gjithashtu mundet që të ngadalsojë mpiksen e gjakut. Qepa mund të rrisë rrezikun për gjakderdhje kur ajo merret si ilaç. Mos përdorni ekstrakt të qepës në qoftë se i keni këto alergji. Diabeti. Qepa mundet që të rrisë nivelet e sheqerit në gjak. Nëse vuani nga diabeti dhe e përdorni qepën si një ilaç, kontrolloni me kujdes nivelet e sheqerit në gjak. Çrregullime të tretjes. Qepa i përkeqëson akoma dhe më shumë simptomat e çrregullimeve të tretjes. Mos e konsumoni qepën në sasi të mëdha në qoftë se edhe ju i keni këto probleme. Operacion. Qepa mundet që të ngadalsojë mpiksen e gjakut dhe të ulë
nivelin e sheqerit në gjak. Në teori, qepa mundet që të rrisë rrezikun e gjakderdhjes ose të ndërhyjë tek kontrolli i sheqerit në gjak gjatë dhe pas procedurave të operacionit. Mos e përdorni qepën si një ilaç të paktën 2 javë para një operacioni të programuar. Qepa është një perime tepër e shëndetshme dhe konsumi i rregullt i qepës ndihmon gjithashtu edhe në mbajtjen nën kontroll të diabetit, astmës dhe tensionit të lartë të gjakut. Për më tepër, qepa është një aleate e organizmit në parandalimin e radikaleve të lira të cilat i dëmtojnë qelizat. Qepa përdoret gjithnjë e më shumë në kura popullore të cilat janë alternativë e mjekësisë tradicionale. Në mesin e dashamirësve të kurave popullore, qepa konsiderohet si një ushqim mrekulli i bërës. Megjithatë, përpara se ta mbushni pjatën plot e përplot me qepë, rekomandohet sigurisht që ju të mësoni për efektet anësore të konsumit të qepëve, sidomos në qoftë se ju vendosni që t'i konsumoni ato në mbrëmje. Përse nuk duhet që të hani qepë në mbrëmje? Aroma e qepës nuk i pëlqen askujt, por kjo nuk është një arsye e fortë për të mos ngrënë qepë. Arsyeja e parë është se në mbrëmje ajo përmban fruktozë dhe prodhon gazra. Në këtë mënyrë, ajo do t'ju aprishë gjumin, ndërkohë që ky i fundit është shumë i rëndësishëm për rimëkëmbjen e organizmit. Arsyeja e dytë, sipas të dhënave, është se qepa shkakton urdhë dhe ky efekt anësor është i dukshëm në mbrëmje. Ky efekt i qepës gjithashtu shkakton edhe lëvizjen e mbetjeve ushqimore dhe acidit në ezofag dhe ndjenja e urdhit është shumë herë më i fuqishëm dhe zgjat për shumë kohë në mbrëmje. Si qepa, ashtu edhe hudhra janë të vështira për t'u tretur në mbrëmje, sidomos përpara se ju të bini në gjumë. Kur është koha më e mirë për të ngrënë qepë? Qepa është një perime speciale, por përfitimet më të mëdha merren duke e ngrënë në drekë, kur metabolizmi juaj është vënë në punë. Në qoftë se ju shqetësoheni për aromën, kafja është shumë e mirë për heqjen e aromës së qepës. Qepët janë acidike dhe njëkohësisht ato do bësojnë enamelin e dhëmbëve. Prisni së paku gjysmë ore pas ngrënies së qepës për të larë dhëmbët. Nëse ju lani dhëmbët menjëherë sapo keni ngrënë qepë, atëherë ju do të dëmtoni akoma edhe më tej dhëmbët tuaj. Prandaj, sipas ekspertëve, rekomandohet që ju të keni kujdes me përdorimin e qepës, pasi duhet ta përdorni atë sigurisht në doza të rregullta dhe t'i përmbaheni këshillave të mjekut. Që në qoftë se ju keni probleme shëndetësore të cilat mund të ndikojnë negativisht edhe me ndikimin e konsumit të qepës. Gjithmonë tregoni të vëmendshëm, t'i përmbaheni një sasi të caktuar dhe, sipas mjekëve, të konsumoni qepë në mëngjes, pasi në darkë ajo do të sjellë plot efekte negative duke filluar që nga djegja e stomakut. Mirë po gjithmonë duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.